I bërë kryeministri dhe me këngëtarin Kanye West, pse kjo pankartë sot? Kjo pankartë sot e nxora se për 2 orë në hoqin nga xhepa tonë 4 milion e 200 4 miliard lek. 4 miliard lek. Me 4 miliard lek këtë do të rregulloj të gjitha spitalet e Tiranës dhe të ketë Shqipërisë me kërvate, me dysheqe, me koncinera, edhe do sistemohi edhe ismuri në për spitale. Kryeministri thotë që është i rëndësishëm edhe imazhi i Shqipërisë që mos turpërohemi ne. Imazhin më të madhin se kina bëna me 200 lek bëj këtë pankartën unë, me 200 lek kom bëj imazhin në gjithë botën. Ai me 4 miliard lek do me bëj imazh, po s'ka bëj asnjë lloj imazhi. Si është eksperjenca juaj në spitalet shqiptare? Unë të spitali kom shkuar dhe kom vujt të spitali. Unë pata një vizit për zemër edhe më futën në salë të operimit pa bërë vizitat. Më thëtën, e ke zemër shumë coptume. Batën 2 eko, një nga goja, një nga krahu, për 2 orë mi kanë bërë 2 ekot. Aty të krahu me atë sondën ishin të studentë, ata studentat s'dishin 3 herë më kanë fut sondën 3 më. Nesër të mes, ika e shkova në Italion, edhe më thëtë doktori s'ke asnjë gjë. Se ke bërë operacionin? Ja, se kom bërë operacionin. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, i nderuar, pse jeni ju në